Na ishte njëherë që kur mos qoftë. Në kujtim të 1133 fëmijëve të vrarë në luftën e Kosovës. Na ishte njëherë është fillimi natyrshëm i çdo përralle. Në këtë rast është fillimi i rrëfimit të luftës. Në shikimin naiv të fëmijëve na çelet një botë që nuk duhet i përkas realës, ashtu si përralla. Një dhomë gjami brenda hapësirës përmban gjithë peshën e objekteve, për të na kujtuar që kjo ekspozit të shihet nga këndvështrimi i fëmijëve. Këto objekte qëndrojnë pezull, si në përrallë, si të përgjumura brenda kutisë së gjamt. Një përgjumje në dukje këtyre objekteve të lëna në errësirën e pandërgjegjes, që e zgjon kujtesën personale dhe kolektive nga nevoja për të harruar vazhdimisht. Këto objekte dhe veshje, këtu brenda rreshtin së qeni objekte dhe veshje. Ato shndrohen në rrëfime personale që përcjellin praninë e vetë fëmijëve. Një prani kjo e një dimensioni tjetër, përzier me plumba dhe përralla, e që kriset befshëm ashtu si gjami që i përmban, duke bartur mbi vete gjithë simbolikën e tij. Kjo ekspozit vjen si një ftesë për përballje dhe për reflektim, për dialog dhe shërim, duke nisur ndërtimin e një kujtese kolektive me anë të këtyre sendeve dhe të tjerave që do të shtohen në të ardhmen. Objektet që ju përkisnin fëmijëve na kujtojnë për ditëshmërinë, jetën monotone, gjërat e vogla të çmuara që nuk i vëmë re gjithmonë. Disa prej tyre na rrëfejnë për një lojë që e heshtur vazhdon akoma. Ndoshta një lojë që e shoqëroi bashkëjetesën me luftën dhe vazhdon të reflektohet tek të gjitha sendet e mbetura, që përcjell shikimin e butë të fëmijëve, i cili shëron dhe çliron rrezë shprese, duke e bërë kujtimin e tyre të përjetshëm. Më shumë se sa një ekspozit, ky është një memorial dedikuar fëmijëve të vrarë dhe të zhdukur në luftë. Pse bëhen memorialet dhe pse ruhen rrënojat e pasojave të shkeljeve të rënda të drejtave të njerëzit. Ato nuk janë vetëm për t'i kujtuar dhe nderuar viktimat dhe të mbijetuarit, por edhe për të kërkuar të vërtetën. Liria do të ketë kuptim vetëm në ditën kur do të ketë drejtësi për gjakun e njom të 1133 fëmijëve tanë.